të tentohet të votohen gjithë kandidatët dhe nëse nuk votohen të lihet pozita vakante, të mos votohet fare një nënkryetar nga radhët e komunitetit serb, që unë besoj prapë do të ishte shkelje kushtetuese, edhe pse gjykata e ka lejuar, por ajo çfarë ka thënë gjykata është në një rrethon të caktuar ku rrezikohet afati si i tillë. E në rastin këtu nuk do të ketë rrezikim të afatit, sepse kuvendi ka 30 ditë për të konstituar. Dhe mundësia e dytë është që të ketë votim në pako. Për nënkryetaret, siç ka qenë. Siç ka qenë më parë, madje është përmendur edhe ideja që të votohen ç't 5 nënkryetaret në pako për ta evituar çfarë do lloj votimi që do të interpretohej politikisht nga palët tjera. Por problemi këtu është ai rrëfimi i tretë që e përmenda më herët, e që është qëndrimi i partive opozitare. Pra ne nuk kemi parë të paktën deri më sot qëndrim të partive opozitare se si do të veprojnë raport me rastin e zotit Rashić. Ne e patëm parë qysh në muajin shtator e tetor, që ato nuk ishin në fakt një qëndrim të unifikuar dhe njëherë ishte jo, pastaj në seancë ishte vot për, e që edhe ajo rezultoi kundër kushtetuese. Pra, edhe aty vërejë as vet spektri opozitar, nëse mund ta quajmë kështu, edhe pse ende nuk janë formuar institucionet, nuk janë fare homogjen sa i përket qëndrimeve në dobi të shtetit. Dhe unë besoj që çështja e respektimit të aktgjykimit nuk është çështje diskrecionale, nëse duam ose jo. Po. Kjo është çështje pa diskutueshme dhe ne në fakt do të jetojmë prandaj, po them, do të shohim që do të lullëzoj, do të ketë sukses rrëfimi i Kurtit apo rrëfimi i kësaj tërësie të rregullave të rendit kushtetues zakolli. Kjo do të varet, unë besoj, Ridvan, nga fakti sa do të sigurohen votat e nevojshme për presidentin. Unë besoj që këto çështje janë të ndërlidhura dhe vetëm nëse do të ketë një lloj sigurie që presidenti do të zgjedhet, pra nëse sigurohen votat për presidentin, pastaj kjo mund të kalohet dhe do të tentohet gjendet një modalitet ku nuk votohet kandidati si i tillë në mënyrë individuale, por votohet në pako ose diçka tjetër. Por në rast se do të ketë çfarë do lloj dileme në raport me zgjedhjen e presidentit, unë frigohem se do të fitoj rrëfimi në këtë rast, thënë kushtimisi i lëvizjes vetëvendosje që do të mirëmbajmë këto polemika. Po, dhe do të jetë potencialisht një rast tjetër për gjykatën kushtetuese, edhe pse nuk e di se sa është as limiti, ne nuk mund ta shndrojmë gjykatën kushtetuese në një lloj arbitri të një loje politike ku palët për të blerë kohë ankohen në gjykatë e pastaj lën procedurat siç i kanë lënë, por që në fakt edhe pse shpeshherë është kritikuar vetë gjykata vitin e fundit për vonesat e të tjera, fakt nuk do të harrojmë këto vonesa kanë ardhur edhe për shkak se ka pasur plot raste dërguara në gjykatë, pa kur farë logjike, edhe pse kushtetuta ka qenë tepër e qartë, si në rastin e kryetarit, të nënkryetarëve, për zgjedhjen e qeverisë, për të gjitha të tjerat, por që unë besoj ndonjëherë partitë e sidomos këtu lëvizja vetëvendosje po tentojnë që përmes procedurave që administrohen në gjykatë të blej kohë. Dhe kjo ndodhi edhe me rastin e kryetarit të kuvendit fillimisht, në raport me sa përpjekje mund të ketë derisa ishte aktgjykimi me 3, pastaj edhe me çështjen e nënkryetarit që nuk u zbatua, derisa u dash të ketë edhe një aktgjykim 3. Në fund, në zgjedhjet e 28 dhjetorit rezultoi që Kurti fitoi me rrëfimin e tij se opozita ishte fajtorët që bllokoi shtetin. Apo, midis tjerash. Unë besoj që ka pasur shumë faktor, por padyshim në mesin e tyre është edhe lënia e fajit tek opozitës, ndonse unë besoj që në një mas një pjesë të madhe të përgjegjësisë për një narracion të tillë ka vetë opozita që e mundsoi dhe e lejoi një gjë të tillë. Apo taktizon sërish Kurti, apo shihni indikacione që politikisht Kurti po synon ti përsërit këto lloj taktizime të vitit kaluar. Tash unë besoj janë këtu dy probleme. Në radhë parë në këtë situatë politike në cilën ndodhemi, askujt nuk i konvenojnë zgjedhjet. Madje as vetë zotit Kurti, sepse një proces i ri zgjedhor, pas një krize tjetër kështu me radhë, do të rezultonte në versionin më të mirë me rënje drastike të numrit të votuesve. Dhe dyta, kjo do të pamundsonte pastaj edhe ecim përpara drejt disa proceseve ndërkombëtare. Por nëse do duhet bënim një dallim në mesin e gjitha partive që nuk u konvenojnë zgjedhje, më së paku i konvenon opozitës. Dhe kjo për dy arsye. E para, për shkak të proceseve të brendshme në cilat ata ndodhen, dhe e dyta për shkak të faktit që zoti Kurti ka votat për ta formuar qeverinë dhe për ta konstituar kuvendin, që i bie ai do të vijojë të jetë kryeministër në detyrë dhe do ta ketë prap kuletën e shtetit në dorë. E për më tepër, shoqëria është mësuar që të mos ketë
institucione bazuara në ligje kushtetut. Ne kemi pas një lloj kampanje quhej shtetin pauz, pra unë besoj që kemi arritur në pikën ku qytetarët me të vërtet nuk e kanë fare problem që shteti të jetë në pauz. E për më tepër në rastin e zotit Kurti, ai përveç se do të ishte kryeministër në detyrë, do ta kishte edhe ushtruesin e detyrës së presidentit, që do të jetë kryetari apo kryetaria me gjas e ardhshme e kuvendit, si dhe vetë kryetarin e kuvendit. Pra do t'i konsolidonte të tri le të themi pozitat më të larta vendimarrëse politike në vend, dhe pastaj zgjedhjet do të mbaheshin brenda 45 dite, formimi i institucioneve do të mund vënohej edhe më tej, por ai do të sigurohej që ka në radhë parë këtë kapitalin politik në avantazh të tij në raport me partitë e tjera, të cilat edhe sot e kësaj dite unë besoj nuk e kanë kuptuar se pse i kanë humbur zgjedhjet fatkeqësisht. Edhe sot e kësaj dite nuk e kanë kuptuar pse i kanë humbur zgjedhjet. Dhe e dyta, mbas edhe më e keqja, është që të njëjtat nuk besoj që kanë pritshmëri se çfarë do të ndodhë në të ardhmen, sepse vetë narracioni që janë fituar zgjedhjet për shkak të diasporës nuk qëndron. Pra ka pasur aty shumë faktor dhe gara në fakt ka qenë më shumë për vendin e dytë fatkeqësisht, dhe opozita e ka pranuar një narracion të tillë.